do doja shumë të diskutonim bashk se kemi folur për sa i përket raketave hipersonike, më në fund Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë le të themi kanë prodhuar atë që quhet arma Dark Eagle, shqiponja e zezë, që është domethënë sipas generalit Francisco Lozano, lejtnant generalit, thotë që kjo mund godas deri në 3500 kilometra. Me këtë ai shpjegoi që mund goditet domethënë përmes kësaj rakete mund goditet kudo, në zemër të çdo vendi. Shiko, pavarësisht asaj është po fillimisht çfarë është kjo, pastaj dalim. Edhe Amerika tashmë hyri në klubin e vendeve të cilat posedojnë armë hipersonike, pasi deri më sot nuk e posedonte, dhe është i vetmi vend i Perëndimit i cili posedon armë hipersonike aktualisht. I Perëndimit dhe i NATO-s, pra nuk ka asnjë vend tjetër perëndim. Hyri në klubin e vendeve që kishin këto armë hipersonike, që ishin 3, pra Rusia, Kina dhe Irani. Tashmë hyrin edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por hyrja është e limituar. Pse hyrja është limituar? E para është e limituar sepse bëhet llav vetëm për raketa të lëshuara nga shtratit toksore. Bëhet llav për raketa të cilat vërtet janë hipersonike, por aktualisht mungon testimi i tyre në kushte reale, mungon testimi i tyre mbi objektiva reale dhe objektiva televizive ata pretendojnë pra. Pse nuk është nuk është testuar, atë është testuar si raketë lëshimi. Duhet të kemi disa pamje aty regjia. Dhe problemi i kësaj rakete është që kapaciteti i eksplozivit të kësaj rakete, pra koka e eksplozivit është vetëm 13.6 kg, pra nuk ka sasi eksplozivit të madhe. Dhe përdoret vetëm për goditje kinetike. Çfarë është kjo goditje kinetike? Goditja kinetike është vetëm goditja, pra impakti që krijon goditja që vjen nga impakti që bën raketa në goditje, pra nuk ka shpërthim e qartë të tillë. Pra është bërë vetëm me një kokë të vogël, koka e vogël që mban 13 diku rreth 14 kg eksploziv, pra nuk është në fuqi eksplozive më e madhe, pra në raport me llojin e raketës, me sasi, me punën që bën kjo raketë, eksplozivi vendosur është pothuajse 0, pra nuk ka edhe më pak eksploziv se çka një raketë avioni. Po, fjala vjen krahasuar me raketat ruse, iraniane apo kineze. Nuk krahasohet me raketat kanezur, ato ka raketa hipersonike që aktualisht kinezët kanë nesur përpara, edhe në këtë ka raketa hipersonike që mbajnë edhe mbi 200 ca kilogram, pra nuk kanë ecur në këtë aspekt shumë përpara. Kinezët nëse kjo është shumë pak, është fillimi, pra krijimi deri është një program i cili ka qenë 2 vjet, pas 2 vjetësh arritën që më në fund të prodhojnë rakete hipersonike për nevojat forcave toksore dhe detare, do shtrat lëshimi vertikal të kësaj. Kjo lloj rakete është raketë me rrezë të gjatë veprimis, është 3500 km, por siç thash edhe vet, pra nga Pentagoni është deklaruar që raketa është operacionale, por nuk është testuar në të gjitha, pra nuk është testuar me objektivat e tjerë që këta pretendojnë. Pra do të jetë në fazë testimi sërish. Por ama ka hyrë në klubin e vendeve që kanë raketë hipersonike tashmë. Dhe problemi është sasia e prodhimit. Aktualisht amerikanët arrin të prodhojnë vetëm një raketë në muaj. Një raketë në muaj. Dhe aktualisht pretendohet që në fund të vitit të kenë një bateri, pra 12 raketa kanë një bateri dhe vetëm 12 raketa kanë arritur të prodhojnë dhe vetëm një bateri kanë të tillë. Pavarësisht asaj që thot generali, ajo ka vlerë, normalisht që godet, por ka një vlerë simbolike në aspektin që ai thot se tash mund godasim. Jo, ai thot që ta lexoj. Domethënë e aftë që të godasi Rusin nga Britania, Iranin nga Katari, Koren dhe Kinën nga Guami. Po, këto që thot ai nuk janë të pavlefshme për arsye se e para ti ke të bësh nuk ke që pra. Shikoni, kohezioni strategjik ekziston kudo dhe e para mungon logjistika dhe qëndrueshmëria në këtë aspekt. Pra, ti mund ta vësh këtë bateri në Angli dhe tentosh godasësh Rusin, po ti 12 copë ke. Jo, dakor. Pra, kjo është. Kapaciteti i mbajtjes së eksplozivit është i vogël. Pra, tremë nuk i bën dot asnjë dëm atij tjetër. Çfarëdo që ti bësh nuk ke vërtet bërë do pra. Në këtë aspekt ti ke humbur, nuk ke kohezion strategjik për përdorimin e kësaj rakete. Ndërkohë që po ta marrim atë që thot Kina ka raketë hipersonike, është DF-27 edhe ka rrezën e goditjes 8000 km. Dakor? Po. Kemi edhe Bure Vesnikun. Jo, po më tjetër Bure Vesniku, po kjo është që 8000 km raketë hipersonike. Po. Që nga Kina mund godasi
Anglin. Nga Kina godet Anglin. Pra, vendin ku ka pozicionuar Amerika këtë Dark Eagle. Por nuk do ndodhi kjo, pra nuk është në këtë aspekt. Pavarësisht se deklaratat e gjeneralëve janë tillë për të treguar fuqinë, ne kemi këtë fuqi, është për tyrën këtë dhe kjo është një forcë preventive deterrente. Pra, që ti tregon atij edhe unë po hyn në këtë klub, pra jam në këtë, por jo për të përballur, sepse është për të përdorur për vende si për shembull mund të përdoret kundër Iranit, por nuk mund të përdoret në vende si Rusia dhe Kina. Rusia dhe Kina ekzistojnë të dyja, e kanë mbrojtjen kundërajrore balistike. Dhe këto raketa, të cilat janë raketa hipersonike, pra ekziston mbrojtja kundërajrore për këto raketa të këto dy vende. Kështu që për këto dy vende nuk mund përdoret, por për vendet të tjera të botës mund përdoret. Gjithsesi, unë nuk mendoj që amerikanët do ta përdorin këtë. Jo, sa ndryshon kjo? Nuk ndryshon në aspekt me to tre, nuk ndryshon, në aspekt me vendet e tjera ndryshon. Nëse Europa fjala vjen i merr. Unë nuk besoj që Europa do mund ta blejë këtë raketë, sepse siç thash, amerikanët nuk kanë kapacitet e tyre. Pra aktualisht amerikanët kanë vetëm në këtë moment që flasin kanë vetëm 11 raketa gjendje. Në fund të dhjetorit përfundon raketa 12. 11 raketa si kjo. 11 kanë aktualisht të prodhuara gjendje. Në fund të dhjetorit përfundon në 12 dhe plotësojnë një bateri. Pra, nuk kanë t'i shesin askujt. Sepse plani amerikanëve është që në fund të vitit që vjen, të shtojnë edhe 2 bateri tjera, sepse pretendojnë që në fund të vitit që vjen, duke nisur nga shkurti i vitit vjen, të arrin të prodhojnë 2 raketa në muaj. Dhe me këtë, Shtetet Bashkuara të Amerikës të arrin të kenë 3 bateri. Dhe këto 3 bateri do të mbahen në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është përcaktuar qartë, për nevoja mbrojtje, për nevoja gjithçka tjetër. Pra nuk është se kanë për të dhënë dikujt në Evropë, ose kanë për të vendosur në Evropë ose dikujt tjetër. Prandaj nuk kemi një ndryshim në aspektin strategjik të gjës, por kemi një ndryshim në aspektin cilësor të ushtrisë amerikane, pra sepse deri më tash, siç thash, asnjë vend i Perëndimit nuk ishte pjesë e këtij klubi, dhe tashmë është bërë pjesë e këtij klubi, parë se është fillimi i bërjes së këtij, pra vetëm sa ka hyrë në këtë klub. Nëse këto 12-ta i blen Ukraina dritan. Nuk i blen Ukraina këto dhe nuk i blen, nuk i hyn në punë dhe nuk mund t'i përdori. Duhet të keni gjë parasysh që nuk mund t'i përdori. Pra, çfarëdo që t'i marrë këto 12-ta, mund të lëshojë 1-2, sërish pjesën tjetër nuk e lëshon dot.